Unë jam shqiptar, shoqen e kam siciliane. Siciliane. Po. Si jeni njoftu me to? Jemi njoftu në Belgjik, son jetoj në Belgjik që 31 vite. 6 vite jemi bo bashkë, e jemi martu vitin e kaluar. Jemi bo darsmën, jemi në Turqi, jemi në hotel, kemi thirrë plot njerëz dhe që aty kemi bo 5 ditë. Familjarët e kësaj, familjarët e mi, edhe tash do me bo kismet edhe në Kosovë si vjet. Qështu, fillim ka qenë që kjo mentalitet. Babi, mami, mere shqiptare. Unë ju më rrit me mere shqiptare gjithë. Po, unë e kom shpirë binjake këto, po, të unë më sër. Me rëndësia më e madhe mi kushtu ko qiftit, apo dhe me kushtu, jo kur shkon shtëpi se se marr telefonin, me shku mi hin rrjete sociale, po mi kushtu ko, me shiqu njërin tjetrin në sy dhe me fol, çdo ditë me fol për diçka. Dhe për tyve? Po, faleminderit. A jeni shqiptar? Unë jam shqiptar, shoqen e kam siciliane. Siciliane. Po. Si jeni njoftu me to? Jemi njoftu në Belgjik, son jetoj në Belgjik që 31 vite dhe jemi njoftu atje në punë e kështu. Ki lind atje? Jo, unë kam lind në Prishtinë, 5 vjeçar kam shku në Belgjik për mi ik luftës, kështu. Edhe ki mbet atje. Edhe kom Sot e mbet. pishmon që je atje? S'jam pishmon se është vend i mirë, po më të rjek gjithë Kosova dhe vi çdo vit edhe e du shumë, kështu. Çka mas shumë ti të pëlqen te Kosova? Që e ki këtë lidhje të mirë kështu? Me tregu drejt më pëlqen ambienti dhe energjia që është në Kosovë dhe shoqës është shumë një ndryshim për Belgjikën, se Belgjika është një vend shumë i ftoftë, njerëz që s'kan kohë, këtu ndoket që njerëz pe gjejnë edhe kohën me përfitu pak. Ndoshta nuk është parja e rëndshëm si atje në Belgjik, po kanë njerëz kohë. Atje se kem kohën. Ndoshta fitojmë pak ditë ndryshe, po s'mund të kërkosh më ul me pi diçka, me përfitu, a me jetu. Është një dinamik tjetër. Dinamik shumë një tan, me tregu drejt tan, edhe vështirë me jetu atje për çet aspekt, po çështu. A ke pas vështirë fillim? Fillimet e tua si kanë qenë në vendin ku jeton? Fillimet e mia kanë qenë, po unë kam pas 5 vjeçare, kam duhet me përcjell prind. Ke qenë ndihmën e prindve? Kam qenë ndihmën e prindve dhe jo më rrit atje, kam kry shkollën atje, po ku nuk e kam gjetë veten atje. Kur vi këtu e zbuloj veten, më pëlqen me të qenë këtu dhe shumë e du. Domethënë e ndish prapë veten e huaj në atë vend ku je. Atje e ndi shumë veten të huaj, po s'm të rjek ai vend, po tash kom mbet jam profesor atje, kështu. Profesor, çfarë Po. po? Profesor i shkencave. Sa mirë, pravi mirë me qytetar që po arrin kaq mirë. Po arrim, po Ku e meritojnë ama. e meritu prind, gjithë kanë qenë për mbrapa, më kanë ndihmuar dhe më kanë ofruar çto posibilitete dhe kështu. Unë e bashkëshortën tënde çaj ke mësuar diçka për Kosovës, na trego pak. Çka i kam mësuar, qu'est-ce que je t'ai appris du Kosovo? A ke mësuar La langue un petit peu, non. Non. Kjo e dën shumë qikat këtu që mbajnë veten, atje në Belgjik për shembull thënë nuk e mbajnë veten, nuk e ruajnë veten, këtu qikat e marrin kohën për edhe kur dalin me ble buk për shembull ndreqen, e mbajnë veten mirë, atje në Belgjik s'është kështu dhe duket interesant për shkak të Et l'esprit de famille aussi. edhe familje, vend shumë familjar, njerëz janë shumë për familje, jetojnë bashkë, kështu atje në Belgjik, si ti bojnë 18 vjet, x secili në shtëpitë vet, prind si ti bojnë 60 shtëpitë pleqve, apo kupton, është dinamik ndryshe. Me qëra fjala, a jetoni me prind ju? Na jetojmë, prind hala e kanë forcën edhe breki, do thonë e kanë shtëpinë e vet, na dy jetojmë bashkë shtëpi tonë, edhe po kur vjen koha, i presim prind shtëpi edhe ju ndihmojmë deri në fund. O që ka nevojnë të armën që nuk janë mirë, kishtë qëndruar ofën? Normal, jo, është obligim edhe prind e mi edhe prind e saj. Sa mirë. E kjo e mirë se na shumica burrat të mos kanë dëshirë me respektu prind. Mirë po, ana sjelltas të gruas kjo që respektojnë shumica e burra, po flasim. E vërtet. Ja, unë ja respektoj shumë familjen, se më dojnë, më respektojnë dhe besoj që na kanë ofruar çat shumë prindit e mi, prindit e saj që do të respektin deri në fund, deri në frymarrjen e fundit, çështu. Sa vite u bën që jeni bashkë? 6 vite jemi bo bashkë, e jemi martu vitin e kaluar. E keni bo dasmën në Kosovë? Jo, e kemi bo darsmën, jemi në Turqi, jemi në hotel, kemi thirrë plot njerëz dhe që aty kemi bo 5 ditë. Interesant. Turqi, po. Keni bo tamam këtë shqiptaren tradicionale me dasmës edhe familjarët e kësaj? Familjarët e kësaj, familjarët e mi, edhe tash do me bo kismet edhe në Kosovë si vjet. Një darsëm tjetër që Një darsëm pak me familje këtu, se s'kam pas mundësi familja me ardhë dhe dojmë këtë verë kismet bo një sen pak më të vogël, po në Kosovë. Darsëm tamam tradicionale, apo? Kismet. Po naftoni? Histori tjetër s'marrë? Pse jo, s'ka problem.
Na jemi të paftuar kështu. Jo, jeni paftuar. Kur doni, s'ka problem. Mu mas pari, po vjen mirë që domethënë këtë dashurinë që e keni ju dy, edhe e shprehni kështu. Se jo të gjithë ndoshta po shohim çfarë thona, çfarë dashuritë kohëve të fundit kemi mes çifteve. Po jetojmë në një vend ku jo të gjithë po japin dashuri, po ka shumë divorce, po ka shumë tradhti mes çifteve. Ka ardhur një kohë që mundësiat janë më të mëdha, domethënë nëse mërzitesh në qift mundesh me telefon çka duhesh me bë. Atëherë ka qenë ndoshta njeriu ka pas këtë nevojë, po s'ka pas mundësi. Tash i ka mundësitë dhe po vepron, apo e kupton? Domethënë duhet me qenë i fortë. Në fillim është dashuria, është bukuria, dashurosh, po mandej hub që dashuri mbet energjia pozitive që jep çiftit. Edhe çdo ditë duhet me luftu për me arrit këtë çift edhe me mbajt që dinamikë dhe besoj që çështu. Po kur jem dashuria, cili do më shumë dashuri për ju dy? Voilà, t'es deux. Qui donne le plus d'amour, il dit. Entre toi et moi. Tous les deux. Hein. Tous les deux. T'es deux. Est-ce que tu sais dire quelque chose en albanais? Oh, c'est hyper gênant. Përshëndetje, jam Lu. Përshëndetje, faleminderit shumë. Shoqja do më mësu gjuhën tash, se po vim pak më shpesh Kosovë. Kjo fillim kemi ardhur një herë, dy herë, e tash që mujt e fundit jemi tu ardhur shumë më shpesh edhe besoj që do të mëson gjuhën edhe shumë ka që me mësu edhe qështu. Ka dole, po. Ka qenë një moment interesant për ju këto 5 vite 6 tajni bashkë që ja vlen me tregu të një moment që u ka ndodhur si qift? Momente, ka disa momente, por un moment un peu magique depuis 6 ans. Për mu, neve martesa ka qenë shumë interesant se 5 ditë i kemi kalu diçka mrekulli me familje, i kemi zbulu edhe do njerëz si kemi njoft, se martesa kur martohesh. Le quotidien finalement. Po. Ce qui est magique c'est le quotidien. Po, e kjo po thotë magjik është ditë për ditë. Për shembull, u zgjum sot në një hotel këtu në Prizren, edhe njëri nga tjetrit këtu në një vend që në Kosovë dhe jemi që ajo gëzimi më i madh. Do të thënë të lehta kështu simplicitet. Këto 5 ditë, se na lat na mbetin gjystë kjo. 5 çfarë zbuluat këto? Atje martesë 5 ditë kemi zbuluar dhe domethënë kur bën një martesë s'ka kohë kanë njerë më fol të gjithëve, se është ambienti, është si energji, domethënë 5 ditë kemi pas kohë më fol të gjithëve me mu afru të secili njerë që kemi thirrë ftu në martesë edhe ka qenë një moment shumë mirë, plus ka qenë dielli, deti, të gjitha jemi kënaqur. Po familja si e pritën? Gruan tuaj me që është një përkatësi domethënë është nuk është shqiptare. Familja me të rrugë fillim ka qenë kjo mentalitet. Babi, mami merre shqiptare. Unë jam rrit me merre shqiptare gjithë. Po. Por ti atje në Belgjik s'ka shqiptare në çdo rrugë, domethënë ti tash s'mundesh me shku me një letër për lypin një shqiptare, vjen është diçka vështirë. Qysh ta bjen Zoti, më besoj që jeta jonë është e shkruar. Kur lind është si një gur. Kur ti gjun një gur, ai guri mendon që mund me shku djathtë majt, po kur ti gjun e ka trajektorin e drejtë. Që aty kemi shku. Domethënë na jemi lindur edhe jetën e kemi shkruar edhe çështu ka qenë rruga eme, dhe rruga eme ndoshta ka qenë më njoftu ju me juve. Më ju po juve sot, domethënë çështu. Duket jeni lindur për njëri tjetrin ju. Atë shpirtin binjak e keni gjetë, po duket. Unë kam shpirt binjake këto, po. Ti më jam sër. Sa mirë. Po vallai. Po më lutëroni kur po shoj edhe unë kaq të lumtur si qift. Faleminderit shumë. Po du një mesazh gjitha qifteve, kudo që na ndjekin. Çfarë kishte thënë për pas një martesë të lumtur? Pour une martesë të lumtur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux autres couples pour qu'ils aient un mariage heureux ou une vie heureuse? De toujours se donner du temps au couple, du temps aussi pour rassembler les familles, parce que c'est ça aussi qui fait la force et la base solide du couple. Et toujours parler, discuter, s'intéresser à l'autre, toujours motiver l'autre, toujours admirer l'autre. Po, pi thot, me rëndësia më e madhe mi kushtu kohë çiftit, apo dhe me kushtu jo kur shkon shtëpi se e marr telefonin me shku me hin rrjete sociale, po mi kushtu kohë, me shiqu njëri tjetrin në sy dhe me fol, çdo ditë me fol për diçka. Edhe mi afru familjet, se kur familjet janë të afërt, kur folim, kur ka komunikim, besoj që kjo energji këtë rreth e çon çiftin më sa më lart. Ti çfarë kishe thënë gjithë qifteve në fund? Unë kisha thënë gjithë qifteve, i kisha thënë mundeni mendu që ka më mirë dika tjetër, po
forconi që ato që e keni, se ajo me rëndësia më e madhe. Mais t'as pas dit motiver, admirer. Si, je l'ai dit, Tu l'as dit? Ouais. Dans mes vœux, c'était pas dit comme ça. Që E shtu. që ju anë kreditorisë shumë me juve, Faleminderit. ju uroj ashtu lumturinë, dashurinë që e keni, ta keni deri në frymën e fundit. Shumë faleminderit.